Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të bërë një analizë edhe një herë, më falni, rreth Brikenës dhe Mateos. Nga ditë shumë të acaruar, nga ditë shumë të mërzitur, nga ditë shumë të stresuar, Brikena dhe Mateo që kaluan në fakt 2 ditë të mbushur me shumë tensione brenda tyre, në marrëdhënien e tyre që realisht është një marrëdhënie që të mban në ajër, një herë të çon të besosh shumë, që marrëdhënia është okay, çdo gjë është rregulluar dhe pastaj të çon mos besosh fare. Tani, Brikena, ditën e sotme, komplet paraditen e ka kaluar nën buzëqeshjen e Mateos, nën pozitivitetin e Mateos, nën emocionin që Mateo di të falë. U kënaq, u argëtua, Mateo u argëtua më së shumti, domethënë më kishte munguar ta shoh Mateon kaq të lumtur dhe sinqerisht isha duke vërejtur që kjo vajzë po bën atë maltretimin shpirtëror te ky djalë. Do të thoni pse. Tani Mateo, ditën e sotme, u munduaj që t'i qëndron sa më afër Brikenës, u munduaj që t'i dhuron sa më shumë pozitivitet, u munduaj që ditën e saj ta bën energjike, që realisht gocat e tjera nuk e kanë këtë luksin në shtëpi që një djalë të jetë kaq i fokusuar dhe unë mendoj që një vajzë duhet ta respekton jashtëzakonisht shumë këtë kulturë që një djalë ka, se duke i mbajtur këto qëndrimet, Brikena e nxjerr shumë keq Mateon, dhe dashuritë shekspiriane, le ta themi, edhe ato përfundojnë, në qoftë se nuk ka nga të dy anët. Tani gjatë bisedës të bukur që kaluan, Brikena i thot Mateos që ti nuk je i dashuri im. Do të thënë, vazhdon Brikena duke luftuar me ato nofkat e saj që ti nuk je i dashuri im dhe unë pyetja që po e shtroj drejt jush është kjo. Pse ka Brikena kaq të vështirë, do të thënë, pse ka kaq të rëndë që ta pranon dikë për të dashur? Pse Brikena nuk duhet të ketë dashnor? Në vitin 2026 e ka shumë të rëndë Brikena të thotë që unë kam një dashnor. Pse e ka këtë pjesën? Mua më duket Brikena shumë e luhatshme. Do me thënë, këtu ka 2 pika. Ose është një vajzë e cila dëshiron gjithmonë të ketë këtë llojin e përkëdheljes, këtë emocionin, këtë ndjesinë, do me thënë, duke qenë në fokus, në qendër të atij djali që ai ta përndjek, sepse ka frikën se në qoftë se ajo fillon të krijojë një lidhje dashurie me Mateon, aty do me thënë mbaron çdo gjë, Mateo e ka marrë atë që don dhe lidhja përfundon, ose e bën këtë gjën vetëm e vetëm, do me thënë për ta provokuar Mateon, për ta acaruar Mateon, sepse i pëlqen marrëdhënia që i ka me 2 teha, do me thënë aty është e lumtur, aty është e thyer. Unë mendoj që derisa ti e dashur e ndan kohën me të dhe qëndron me të, ti po je dashnori i atij dhe je në lidhje me të. Ti Mateon nuk e ke shok, ti Mateon e shikon për një djalë që dëshiron të krijosh një emocion brenda asaj shtëpie dhe kjo është më së sigurt. Dua të marr mendimin tuaj.